dhe ardhja e ftesës suaj ishte një arsye e dur që ta ndanim të lajm të mirë dhe për popullin shqiptar në Kosovë për këtë arritje të mrekullueshme do ta quaja, që Lahuta, ky krye instrument, identiteti i popullit shqiptar, të njohë tani edhe këtë arritje të madhe botërore, siç është futja në një nga listat e UNESCO-s, në listën e dukurive jo materiale që kanë nevojë për mbrojtje urgjente. Kështu që gëzuar në rast të parë. Zot Ritole, ne po flasim për një punë të gjatë, për një proces të gjatë, së pari për përgatitjen e kësaj dosje së nominimit që njihej, e më pas edhe për këtë vendim kaq të rëndësishëm. Mund të na flisni pak për hapat në për të cilat keni kaluar, rrugën të cilën e keni bërë me shumë përkushtim ju bashkë me ekipin tuaj, sepse unë kujtoj ka vite që është punuar në këtë drejtim, andej dhe këndej kufirit shqiptar, unë do të thoja, sepse është një ekip i madh i ekspertëve të kësaj fushe, të cilët kanë bërë çmos që të bindin UNESCO-n që ky instrument, këto këngë të kreshnikëve duhet patjetër të jenë pjesë e trashëgimisë botërore. Patjetër, dëshiroj të flas për të dyja anët e kufirit, për te drinit, si më thënë. Shqipëria hapin e parë ligjor për mbrojtjen dhe vënien në ruajtje të Lahutës e mori në vitin 2010, në kohën kur për herë të parë në Shqipëri u krijua ajo që quhet lista e kryevlerave jo materiale. Pra, ashtu siç kishim një traditë të mirë për mbrojtjen e monumenteve të kulturës, traditë që fillonte nga viti 1948, dukuritë jo materiale për herë të parë në Shqipëri u vunë në mbrojtje në vitin 2010. Ndërto ishin disa dukuri, për shembull mund përmend Ajngu Shkodran, mund përmend Gjamën Malësore, mund përmend Polifoninë me isonin të Shqipërisë. Një ndërto ishte edhe Lahuta dhe eposi i kreshnikëve si një dokument muziko-letrar jashtëzakonshëm që lind dhe mbati jetë prej Lahutës.